Shikuesa ABC News ju përshëndes të gjithëve, unë jam Fabila Hoxha, jemi së bashku në hapësirën Newsar për të njohur me zhvillimet kryesorit të ditës. Shqipëria shumë shpejt do të antarësohet në Bashkimin Evropian. Presidenti francez tha në Tiranë se vendi ynë ka avancuar në reformat dhe në negociatat me Brukselin, ndërsa Franca do të vazhdojë mbështetjen për Shqipërinë. Emmanuel Macron tha në krah të kryeministrit Rama se mbyllja e të gjithë kapitujve deri në 2027 është një objektiv plotësisht i realizueshëm. Macron i tha kryeministrit Rama se rizgjedhja e tij është shumë e rëndësishme, pasi ky mandat do të mundësoj vazhdimin e agjendave ambicioze për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Rikthimi për herë të dytë i Emmanuel Macron në Tiranë solli me vete dhe një klim të re në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Francës. Presidenti francez, i cili që prej të premtes ndodhej në kryeqytetin shqiptar, e nisi konferencën për shtyp me një përgëzim për kryeministrin Edi Rama, fitoria e të cilit thotë se do t'i jap një shtys tjetër thellimit të bashkëpunimit mes dy vendeve. Dua t'ju falenderoj për zgjedhjen tuaj, për besimin që morët, që është e rëndësishme për ju, por edhe për të gjithë ne, sepse është ky mandat që do të na lejojë të vazhdojmë këtë agjendë kaq ambicioze, të dëshiruar nga vendi prej kaq vitesh. Falenderimin Rama ja ktheu në frëngjisht. Do të bëjmë më të mirën e mundshme për ta bërë Shqipërinë në sytë e presidentit francez si një vend të rreshtuar me historinë dhe të ardhmen e Francës. Shqipëria ka bërë avancime të shumta në rrugën integruese, thot Macron, ndaj Franca do të jetë në krah të Tiranës për të çuar përpara reformat e nisura. Për të, mbyllja e të gjithë grup kapitujve të negociatave deri në 2027 është një objektiv realist. Jam shumë i lumtur për mandatin tuaj të qartë. Rruga e Shqipërisë është shumë e qartë drejt Bashkimit Evropian. Reformat ambicioze që po bëni pas këtyre reformave që duken shumë teknike për bashkëdhetarët tuaj. Franca do të jetë krajush për t'ju shoqëruar në këtë reformë dhe për t'ju mbrojtur në mënyrë që meritat tuaja të njihen nga të gjithë dhe që agjenda të mbahet, sepse ju do të mbani agjendën tuaj, ne do të mbajmë tonën për perspektivën e 2027-s, që nuk është vetëm perspektivë, por realitet. Në përmbushje të kësaj ambicie, dy liderët u ndalën dhe tek situata e mbrojtjes dhe sigurisë në Europë. Shefi i qeverisë shqiptare tha se Shqipëria e ka arritur me 2% buxhetin e mbrojtjes në përputhje dhe me angazhimin e NATO. Franca është një rast unikal që ka një ushtri nga ajat e zhëja edhe që mund t'i bëj vetë të gjitha. Po Shqipëria nuk mundet dot ta ketë një ushtri të tillë. Dhe si Shqipëria janë shumë vende tjera që nuk mund të kenë një ushtri që t'i ketë të gjitha deri tek arma bërthamore. Kështu që ne duhet të jemi komplementar në kontekstin e përgjithshëm dhe për këtë arsye duhet një plan i mirë menduar, i koordinuar. Le signataire est M. Rémy Rioux, direktor de l'AFD. Këtë të shtunë mes dy qeverive u nënshkruan dhe dy marrëveshje bashkëpunimi në fushën e energjisë dhe turizmit, por nuk do të jenë të fundit. Kryeministri Rama zbuloi se Franca do të përfshihet edhe në ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë. Folëm me presidentin dhe për mundësinë e përfshirjes së Francës në ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë. Dhe do të shikojmë më tutje në komunikimin drejt për drejta se si mund të realizohet përfshirja e Francës. Por krejt ndryshe situata në Kosovë, në krah të kryeministrit shqiptar, Macron foli edhe për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Shefi i Elises tha se pret që javët e ardhshme të rinisin bisedimet, por nuk mund të lejohet që të vendoset një dialog i tërthort. Nga Forumi Ndërkombëtar Ekonomik i mbajtur për herë të parë në Tiranë, presidenti i Francës u bëri thirrje sipërmarrësve të huaj të investojnë në Shqipëri. Macron tha se vendi pikkyçe në mesdhe ka një udhëheqje të fortë dhe shumë shpejt do të jetë vend antar i Bashkimit Evropian. Kryeministri Rama tha se kjo është një epokë e re për Europën, kur Shqipëria gjithmonë më shumë ka njerëz që e besojnë dhe e përkrajnë rrugën e saj drejt familjes europiane. Tirana mirëpriti këtë të shtunë Forumin Ndërkombëtar për Iniciativën e Investimeve, i cili bëri bashk përfaqësues të lartë nga Europa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe lindja e mesme.
Forumi zhvillohet një ditë pas samitit të Komunitetit Politik Evropian, ndaj kryeministri Edi Rama nuk e fsheu krenarin për rolin që Shqipëria ka marrë në arenën ndërkombëtare. Ne jemi sot këtu që të përpiqemi e të përcjellim mesazhin që ky vend do më shumë dhe që ky vend ka nevojë për më shumë njerëz që të na besojnë dhe e mira e Shqipërisë është që siç e shihni, ne jemi miq të mirë me shumë njerëz. I pranishëm ishte dhe presidenti francez Emmanuel Macron, i cili i bëri thirrje francezëve dhe jo vetëm që të investojnë në Shqipëri, po ashtu ai tha se nuk do të jetë e largët dita kur Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Këtu në Shqipëri qartësisht kemi në fakt pikën hyrëse në Ballkanin Perëndimor, por edhe më gjerë, por është një pikë kyçe në mesdhe dhe në Europë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri sepse keni një udhëheqje të fortë dhe nuk flas vetëm sepse është miku im, por sepse ka sjellë rezultate dhe në 2 vitet që vijnë, duke qenë se ka një mandat të qartë, do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Forumi ndërkombëtar për iniciativën e investimeve është platforma globale e cila bën bashk lider politik, drejtues të korporatave, si përmarrës të mëdhenj për të diskutuar mbi inovacionin, investimet dhe të ardhmen e ekonomisë botërore. Shqipëria do të modernizoj forcat ajrore përmes bashkëpunimit me Francën, synohet rivitalizimi i industrisë ushtarake dhe modernizimi i mbrojtjes. Në takimin mes ministrave të mbrojtjes u diskutua për rritjen e kapaciteteve të forcës ajrore shqiptare dhe për rritjen e ndërveprimit mes forcave aleate. Ministri francez i mbrojtjes shprehu gatishmërinë e Francës si një aleat i fortë i vendit tonë. Forcat ajrore shqiptare do të pajisen me kapacitetet të avancuara për modernizimin e tyre. Ministri i mbrojtjes Piro Vëngu priti në një takim zyrtar homologun e tij francez në të parën vizitë të një ministri të forcave të armatosura të Francës në vendin tonë. Në fokus të diskutimeve ishte rritja e bashkëpunimit dypalësh mes Shqipërisë dhe Francës në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, modernizimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të mbrojtjes, industrinë ushtarake si dhe trajnimin dhe edukimin. Ministri francez i mbrojtjes shprehu gatishmërinë e Francës për të qenë një aleat i fortë në këtë proces, ndërsa homologu shqiptar Piro Vëngu theksoi rëndësinë strategjike të kësaj marrëveshje. Nënshkruam një marrëveshje për modernizimin e forcës tonë ajrore, me blerjen e kapacitetet të avancuara, mobile të vëzhgimit ajror nga një kontraktor industrial francez, treguesi qartë i një investimi strategjik për nevojat kombëtare dhe në funksion të aleancës. Së fundmi, dua të them që Shqipëria dhe Franca shumë e më shumë që nga nënshkrimi i partneritetit strategjik para pak vitesh shohin në mënyrë të njëmend qoftë rreziqet, sfidat me të cilat po përballemi, përfshirë dhe solidaritetin dhe mbështetjen tonë për popullin Ukrainas. Marrëveshjen teknike për modernizimin e forcës sonë ajrore me kapacitete të avancuara të vëzhgimit ajror, ministri Vëngu e konsideroi si tregues të qartë të një investimi strategjik për nevojat kombëtare dhe në funksion të aleancës. Nga ana e tij, ministri francez i mbrojtjes e cilësoi marrëveshjen e nënshkruar shumë të rëndësishme, jo vetëm për rritjen e kapaciteteve të forcës ajrore shqiptare, por edhe për rritjen e ndërveprueshmërisë mes forcave aleate. Vizita zyrtare e ministrit të forcave të armatosura të Francës në vendin tonë zhvillohet edhe në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Evropian të mbajtur në Tiranë. 6 ditë pas zgjedhjeve parlamentare, më në fund hapen zarfet e ardhura nga Greqia, një proces që po vijon në Parkun Olimpik, ku dyshohet në fakt dhe pritet të ketë ndryshime të mandateve në Lezhë, në Fier, në Korçë dhe Tiranë. Megjithatë, partia opozita vazhdon kontestimet për votat e ardhura nga Greqia, ndërsa nga ana tjetër shkroi komisioneri Iliran Celibashi, i cili thotë se nuk është paraqitur asnjë provë apo fakt për pretendimet e opozitës. Megjithatë, për këto që sapo citova, por edhe për të tjera zhvillime, ne do të lidhim në këto momente me kolegun Andon Kello, i cili vijon të qëndrojë në Parkun Olimpik. Andon, të përshëndes, deri në këto momente që po flasim së bashku, sa janë numëruar, sa vota? Po, deri më tani, të paktën duke u referuar votave të ardhura nga Greqia, të cilat u zhbllokuan dhe nisën të numërohen vetëm ditën e sotshme, janë numëruar 23.000 zarfe apo flet votimit, paktën vetëm referuar shifrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të përditësuara herën e fundit, dhe kanë mbetur edhe 30.000 zarfe për t'u çelur dhe për t'u numëruar me kuksin, dhe nga momenti në moment pritet edhe në Tiranë të përfundojnë ky proces vetëm për partitë politike.
E kuptoj. Dhe çfarë pritet të sjellin këto vota, dua të them, ku mund të ndryshojnë, në cilën qarqe mund të sjellin ndryshime në mandate? Po janë 4 qarqe ku le ta themi ka një betejë për një mandat, është Fieri, Korça, ku Partia Socialiste synon një mandat për të rritur, është edhe Tirana, por aty ka një betejë mes opozitës, mes Partisë Demokratike dhe Partisë Mundësia, me sa duket të paktën deri më tani Partia Demokratike nuk ka më shpresa për mandatin e 14 dhe Partia Mundësia po ruan mandatin e saj të dytë, ndërsa në Lezhë po bëhet një betejë e fortë. Kjo pare edhe nga numri i lartë i vëzhguesve të cilët po vëzhgojnë numërimin e 600 votave të fundit në Lezhë, paktën sipas informacioneve zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, diferenca është vetëm 400 vota, por pritet një përditësim nga minuti në minutë, dhe dua të theksoj edhe se edhe Partia Demokratike shumë e angazhuar në vëzhgimin e këtij procesi të numërimit të votave të Greqisë nga Lezhë, pasi vetë kryekomisioneri vendosi të rihap dhe rinumëroj 2 kuti të qarkut të Lezhës, pra votat e Greqisë, për shkak të kontestimeve nga Partia Demokratike. Po çfarë konkretisht? Ku janë kontestimet e Partisë Demokratike dhe nga ana tjetër çfarë ka thënë kryekomisioneri Ilian Cilibashi? Kontestimet e Partisë Demokratike janë ato çfarë Partia Demokratike ka bërë në 2 javët e fundit. Partia Demokratike beson se ky është një proces i manipuluar dhe tashmë faktohet edhe nga shifrat të cilat po rezultojnë nga kutitë e votimit në çdo qark nga Greqia. Sipas Partisë Demokratike, Partia Socialiste fiton çdo kuti me 90 deri në 99% të votave dhe do të kontestoj çdo vot Partia Demokratike dhe ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që mos tabelohet në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, rezultatet nga Greqia. Megjithatë, zoti Celibashi ka theksuar se Partia Demokratike nuk ka dorëzuar asnjë provë apo fakt që të provoj se votat nga Greqia janë jo të rregullta apo janë të manipuluara. Megjithatë, ai ka lënë një afat se deri më 22 maj kompania postare DL do i vendos gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor që të provojë se këto vota kanë qenë të rregullta nga Greqia. Po ashtu zoti Celibashi nuk dha një koment mbi rezultatin e këtyre zgjedhjeve, por ishte surprizues në atë opinionin e vet si arbitër i kësaj ndeshje se kur do të përfundoj saga në Parkun Olimpik. E ndjekim. Mendoj që çfarë procedurat dhe nevoja për ta patur këtë proces transparent dhe me integritet janë ato të cilët kanë sjell edhe një kohë zgjatje të këtij procesi. Sikurse ju mund ta keni konstatuar, të gjithë ata të cilët janë angazhuar në këtë proces kanë punuar 24 shtatë. Por duket që procesi është i ngarkuar me procedura, me dokumentacion, me administrim dokumentacioni e të tjera si këto. Shpresoj, sikurse kanë thënë, që deri nesër në darkë, pra brenda kësaj jave, sikurse kanë thënë disa ditë më përpara, ta përfundojmë këtë proces, që do të thotë edhe rezultatin e votave për kandidatët e listës hapur ta kemi deri nesër në darkë. Pra, Andon, edhe njerë, kur pritet të përfundoj procesin në numërimit votave nga Greqia? Ka një objektiv të Komisioni Qendror të Zgjedhjeve që votat nga Greqia për partitë politike, numërimi i tyre të përfundoj gjatë mesnatës së sotshme. Megjithatë, ritmi i numërimit është gjithsesi pesimist për këtë skenar. Mund të kemi numërim votash nga Greqia për partitë politike edhe mëngjesin e ditës së nesërme, por megjithatë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk po humbet kohë. Për qarkun e Kukësit për shembull ka filluar numërimi i votave për kandidatët e listës së hapur, pritet që të fillojë edhe në Tiranë, por edhe në qarqe të tjera dhe mos pritet përfundimi i votave të Greqisë në çdo qark. Pra, ditën e sotshme është objektivi për të përfunduar numërimi i votave për Greqinë për partitë politike dhe ditën e nesërme të përfundoj gjithë procesi numërimit të votave për diasporën.
Mirë, Andon, faleminderit për këtë raportim të drejt për drejt nga Parku Olimpik. Vijoj mëtej, gjykata e Tiranës vendosi masën e sigurisë arrest në burg për Rej Nozllin, i cili dhunoi komisionerin e KZAZ-s në Kashar gjatë numërimit të votave. 26 vjeçari Nozlli nuk kishte statusin e vëzhguesit, ndërsa akti i dhunës ndodhi pas shpalljes së një vote të pavlefshme. Arrest në burg ka vendosur gjykata e Tiranës për 26 vjeçarin Rej Nozlli, që akuzohet se goditi me grush dhe shkelma sekretarin e KZAZ-s numër 31, Remzi Mehmeti, gjatë numërimit të votave në Kashar. Nozlli u arrestua për veprën penale kanosje apo dhunim ndaj pjesëmarrëve në zgjedhje. Në seancën e së shtunës, avokati i tij mbrojtës kërkoi masë më të lehtë sigurie, por kjo kërkesë u refuzua nga gjykata. Sipas prokurorisë, ngjarja ndodhi gjatë numërimit të votave preferenciale dhe shkak për konfliktin është bërë një votë e pavlefshme. Në këtë moment, 26 vjeçari Nozlli dhe disa persona të tjerë kanë reaguar duke kundërshtuar vendimin e numëruesit, edhe pse nuk kanë patur statusin e vëzhguesit të asnjë subjekti politik. Por me njërë pas identifikimit të situatës, sekretari KZAZ-s Remzi Mehmeti, që është edhe i subjektit të Partisë Demokratike, ka ndërhyrë duke apeluar për qetësi, derisa të mblidhe komisioni për të vlerësuar votën e kontestuar. Por pas këtij reagimit të sekretarit Mehmeti, Nozlli ka kaluar perimetrin e sigurisë, duke goditur ato me grushta dhe shkelma. Ndërsa i gjithë Brukseli erdhi ditën e djeshme në Tiranë, Sali Berisha shkoi në Bruksel për të ankuar për zgjedhjet në një seminar të një organizate jo qeveritare. Protestës që thirri pranë perimetrit të sigurisë së samitit u bashkua vetëm në fund të saj, kur njerëzit e pakët që kishin dalë në miting ishin gati për të ikur. Në protest mungoi në shenjë proteste kryemilitanti Ilir Vrenozi, por mungesa e tij u kompensua nga prania e Alma Kaçit, e veshur me një bluzë që kishte të shkruar sërish një kërkesë me bazë monetare. Në ditën kur Tirana priti liderët e Bashkimit Evropian, Partia Demokratike nuk hoqi dorë nga plani që kishte njoftuar pas humbjes së thellë në zgjedhje. Një grup modest militantësh protestuan në Tiranë pranë Ministrisë së Drejtësisë në bulevardin Zogu i Parë. Edhe pse sekretari organizativ Ervin Minarolli ra dakord e mirëkuptoi masat e policisë për sigurinë e samitit, që protesta të zhvilloj pak më tutje në bulevardin e ri, aty ku dhe Partia Demokratike përmbylli fushatën, Flamur Noka përmes një tjetër shkrese kërkoi protestën në bulevardin Zogu i Parë, sikurse e kishte kërkuar kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha. Protestës ju bashkua me vonesë Sali Berisha, i cili u kthye nga një vizitë në Bruksel dhe akuzoi se 11 maji ishte një masakër elektorale. Njoha miq me të gjithë shkeljet monstruoze të grabitjes dhe plaçkritjes së zgjedhjeve të qytetarëve shqiptar, dhe u denoncuar botërisht përdorimi i qindra milion eurove për të blerë vullnetin e qytetarëve shqiptar. Por protestën e Sali Berishës në Tiranë e braktisi demokrati i njohur korçar Ilir Vrenozi. Në rrjetet sociale, Vrenozi njoftoi se ishte sulmuar ashpër nga militantët e Partisë Demokratike, pasi më herët kërkoi reflektimin që mungoi në Selim Blu pas humbjes së zgjedhjeve, duke kërkuar largimin e Sali Berishës. Pjesëmarrja ishte e pakët, por cilësore. Ran sy Alma Kaçi, gruaja e videoskandalit të ish kryebashkiakut të Kuksit, që për shkak të saj vuan dënimin në qeli. Në bluzën e saj shuhej një mesazh që në fokus kishte sërish parat. Në mungesë të numrave dhe të kauzës, më në fund u gjet shkaku për një përplasje. Kësaj radhe, fajin për humbjen madhështore e kishin gazetarët. Përplasje që nisi si gjithmonë, nga ylli në ngritje i Selis Blu, djali i Fari Balliut, por që falë ndërhyrjes së zënësit Alfred Lela, u fashit në kohë. Një protest për një humbje, ku si gjithmonë fajin nuk e ka Saliu, por gjithë pjesa tjetër e botës, përfshirë edhe Bashkimin Evropian. Kush e ka parë filmin Koncert në vitin 1936, e përjetoi pas ditën e së premtes, këtu te Zogu i Parë. Në njërin krah,
progresi dhe në krahun tjetër regresi. Në njërin krah, koncerti europian dhe në krahun tjetër, kaosi berishian. Në njërin krah, Zelenski dhe në krahun tjetër, Belindi. Në njërin krah, Ursula von der Leyen dhe këtu Alma e Safetit. Por të dyja krahët e politikës gjatë fushatës së fundit ranë dakord në një pikë, se me 11 maj u ndan dy botë dhe këtu në këtë protest u pa më mirë se kur kë botë për krajin shqiptarët. Dhe ajo nuk është bota e Sali Berishës. Për ABC News, Andon Kello, Tiranë. Mirë, më rikthyer në studio vijoj me lajmet, por një ditë më pas Sali Berisha nuk foli asnjë fjalë për protestën e tij të dështuar në Tiranë dhe as për dhunën ndaj gazetarëve. Ajo që u kuptua ishte se protesta i kishte lënë shije të hidhur për pjesëmarrjen e saj të ulët. I vetmi merak i doktorit ishte të sqaronte se kishte shkuar në Bruksel për të paraqitur zyrtarëve europian shkeljet sipas tij në zgjedhjet e së dielës, por atë ditë gjithë liderët e Unionit ishin në Tiranë. Sali Berisha nuk foli asnjë fjalë për protestën e tij të parë në mandatin e 4 në opozit. Një protestë që doktori do e kishte konsideruar madhështore, por pjesëmarrja, kërcënimet ndaj gazetarëve dhe shfaqja e Alma Kaçit nuk e merituan asnjë përgëzim nga doktori. Sukses për Berishën ishte vetëm vizita e tij në Bruksel. Mund të them shqiptarëve se ky hap i parë, shumë i rëndësishëm në mbrojtje të votës tyre, ishte pra edhe një vazhdimsi, por dhe një sukses tjetër në realizimin e qëllimit tonë. Ky është qëllimi më madhor i Partisë Demokratike dhe opozitës së vërtet shqiptare. Doktori tha se në Bruksel bindin ndërkombëtarët se zgjedhjet e 11 majit janë të manipuluara në 10 qarqe dhe jo në 12, sigurisht përjashtohen Shkodra e Kuksi, të cilat i fitoi. Por liderët ndërkombëtar të premten e kishte në Tiranë dhe Berisha nuk i bindi dot as me numrat e protestuesve e jo më të zgjedhjeve. Dhe protesta në Tiranë duket se i ka lënë një shije të hidhur doktorit. Ai paralajmëroi se tani edhe protestat do i bëj jashtë. Shpejt do jetë dita kur ambasadat e narkodiktatorit të rrethohen në të gjitha kryeqytetet e vendit nga populli që u shkelbur vota. Dhe ky është vetëm një hap. Tashmë nuk ka më Shqipëri madhështore. Doktori ka ndryshuar edhe sloganin. Ka rikthyer melodinë e vjetër, pas zgjedhjet lira nuk ka zgjidhje. Por tani nuk i duhen zgjedhje, por zgjidhje. Partia Socialiste përveç numrit 1 ja mori edhe numrin 2, kurse doktorit duhet mbajë mbi supe fajin historik për këtë rezultat katastrofik dhe vrasjen e opozitës. Cigaret elektronike apo të ashtu quajturat vape, cigaret pa tym, janë po aq të dëmshme për shëndetin sa edhe cigaret me duhan. Ato janë bërë trend i kohëve të fundit për shumë duanpirës, madje që në moshat e reja. Por mjekët thonë se lëndët kimike që lëshojnë janë shumë të rrezikshme për shëndetin. Vapet ose cigaret elektronike shumë të rinj kanë kthyer në modë. E prej vitesh i konsumojnë ndoshta pa e ditur dëmin që ju shkaktojnë. Pavarësisht se ato nuk prodhojnë atë nikotinën normale që prodhon cigarja e zakonshme, përsëri ato lëshojnë lëndë kimike, siç janë formaldehidi apo acidi acetik, të cilët dëmtojnë pjesën e pulmonit dhe japin efektet më bonshme në shëndetin e tyre. Mjekët ngren shqetësimin se përdoruesit e tyre do të jenë pacientët e ardhshëm të pneumologëve. Një të ri, i cili e përdorte prej 3-4 vitesh, nargjilën edhe vapet më pas, në cilën kishte dhënë efekte të dëmtimit të pulmonit. Ai paraqitet me një dispne të theksuar në frymarrje, me një koll të thatë, të cilën e kishte për disa kohësh dhe megjithëse ishte trajtuar edhe nga mjeku familjes me antialergjik dhe me pak kortizonik, përsëri kolla ishte dominante, persistante. E nisëm pastaj për të bërë dhe ekzaminimet më teshme edhe në qendrën universitare Shefqet Ndroqi për të vazhduar më tepër që dëmtime në pulmon kishte dhënë. Dëme, cigaret elektronike shkaktojnë në çdo moshë, por bluzet e bardha thonë se më të mëdha ato janë tek më të vegjëlit. Ulja e sasisë së konsumuar sipas mjekëve nuk e zgjidh problemin. Deri moshën 25 dhe madje tek meshkuj deri 28 vjeç. Janë, domethënë, mushkëria është në zhvillim si gjithë organizmi i njeriut. Do të rekomandoja që këto të mos përdoren në mënyrë automatike.
nga gjithë popullata, po veçanërisht po themi për të rinj të cilët janë në zhvillim. Një 64 vjeçar nga Mirdita skicon portretet e njerëzve në rrugë. Pjetër Lala prej vitesh qëndron në zemër të Tiranës dhe si piktor ka realizuar rreth 20.000 portrete. Artin e rrugës e nisi në Ulqin 20 vite më parë dhe e vazhdon ende dhe sot e kësaj dite. Gerta Vasko bisedoi me Talita, ndjekim materialin. Në hijen e pemëve pranë lulishtes në hyrje të sheshit Skënderbej në Tiranë, qëndron çdo ditë piktori Pjetër Lala. Nuk ka ditë me diell që mungon aty. Në rrugë ka improvizuar studion e tij, me mjetet e punës, lapsat, ngjyrat dhe fletët e bardha. Mbi to memorizon portretet e qytetarëve që ndalojnë. Këtu realizoj 4-5 portrete në ditë. Me qenë rast feste, kam arrit deri 25 portrete me bapa Luj për vendit live të gjithë. 25 vetë qovu nga stoli, ulu për një ditë. Talentin e zbuloi kur ishte ende fëmijë. Në klasë 8 kam bërë portrete edhe tutje 40 e kosur vjetë. Në 4 dekada ka realizuar rreth 20.000 portrete, por në memorie ka ende të freskët punën e tij të parë, nga e cila u frymëzua për të nisur rrugtimin si piktor. E kam bërë një ish miku tim atëherë, tash nuk jeton. Edhe ishte edhe portret interesant, ishte ideal king, me sy të shkruar, dhe më thënë kishte mjaft detaje që më tërhisin si. Edhe më kujtohet ai portret. 64 vjeçari nga Mirdita nuk ka marrë mësime në liceun artistik apo Akademinë e Arteve. Ai është piktor autodidakt. Më kujtohet një profesor i liceut i thash, si më japam vazhdo akademinë, tha po çfarë do me dal, thash për piktor, tha po piktor je. Nëse do më bo diçka tjetër, tha shko për kompozima, për diçka tjetër. Pasi punoi shumë kohë në studio, 20 vjet më parë vendosi të dalë në rrugë. Artin e rrugës e nisi në Ulqin. Shkova atje një fëmijë nga Tuzi. Fol të shqipen me kështu pak me vështërsi, po më tha, a di tha me bo ftyra njerëzish, thash, po si s'di, tha bjeti në Bregdetit, tha atje tha janë piktorët në rresht, edhe aty fillova. Edhe kam bo portrete mësani vazhdimisht kështu në rrugë. Talentin që e ktheu në profesion i ka siguruar të ardhura. Puna në rrugë e përmbush shpirtërisht dhe frymëzon më shumë, prandaj edhe nuk preferon të qëndrojë i mbyllur në muret e studios. Jam mësu në rrugë, jam mësu me pas sa më shumë njerëz, sa më pas shumë vizitarë. Portretet preferon t'i realizojë më shumë kur personin e ka përballë. E bëj për 30 minuta, 35 minuta, 40 minuta nëse bëj muhabet me ta si taksistat, si. E kurse për shpejt edhe 20 minuta. Di kur kam njerëz në rallë, për 20 minuta realizoj në kap një karakter tamam, edhe e realizoj portret. Bardhësi. Edhe me ngjyra gati ashtu, kur i bëj live. Kur i bëj me fotografia, atëherë punoj avash avash. Përveç portreteve, 64 vjeçari bën mjeshtëri edhe me gurin. Kam realizuar një monument. Ai monumenti ashtu kushtrohet 3 burrave të atje që kanë marrë me pajtime, me kështu do më thënë me plesnime, për atë kohën e atëhershme. Janë njerëz si përmendën, e njeh zona, e njeh krahina. Më ka hangër një 6 muaj. Kam bën vepra të vogla kështu, po për si vepër e madhe, është ajo vepra e parë. Prej disa vitesh në familje nuk është i vetmi piktor. Djalin kam piktor. Kam marrë liceun, akademinë, është piktor i talentuar. Piktori i njohur i rrugës në Tiranë thotë se ta bëj këtë punë për sa kohë që fiziku ja lejon. Derisa të jetë mundur, derisa të mbaj plesnia. Ishte e gjithçka e përgatitur edhe për Newshour. Ju kujtoj të klikoni në webin tonë abc.news.al për të tjera zhvillime, ndërkaq në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Mirë, bashkë ndajemi këtu. Faleminderit që na ndiqni.